Duke parë situatën e përditshme në Gostivar dhe një keq menaxhim, them, veç 8 vjeçar në vazhdimsi, e pranova një sfidë. Dhe kërkesa e tyre kryesore është ujë pishëm, që është për mua e palogikshme në shekun këtë kohë mos kena ujë të pishëm. Në garën për Gostivarin hyn edhe Sebahattin Dauti nga koalicioni Vlen. Në këtë intervistë do ta pyesim a ka plane reale për ta zgjidhur problemin me urbanizmin e pakontrolluar, problemin me qendrën Ndacak, deponin Rusino dhe mbeturinat, apo sërish Gostivari do të dëgjojë fjalë të bukura.